si do jetë vera për shenjat e tokës. Sot do kanalizoj një guid të shkurtër hyjnore se si do jetë vera energjetikisht për shenjat e tokës, pra për Demin, Vizhëreshën dhe Birciapin. Mos harroni që kjo nuk është një guid që mund të rezonojë me secilin prej jush, por për atë që rezonon, pres të më shkruani në komente dhe ju të tjerët mund t'i bëni skip, dhe ndërsa ju që doni guidat personalizuara, mos harroni që guidat e personalizuara, shërbimet personalizuara nuk janë asnjëherë falas. Të shohim si do jetë për ju energjia shenja toke. Kshu është energjia juaj momentalisht. Janë që të treja letrat tregojnë që ka diçka që nuk shkon në jetën tuaj. Ju nuk jeni të lidhur me versionin tuaj më të mirë. Ju nuk jeni të lidhur momentalisht me jetën tuaj më të mirë, dhe ndaj kjo verë, e gjithë vera do ju shërbej si një periudhë ku ju duhet të transformoheni në nivel të thellë dhe të ndërgjegjësoheni thellësisht se çfarë duhet të ndryshoni. Pasqyra juaj momentalisht është e thyer dhe nuk është në vit të drejtë, kështu që ju duhet të reflektoni dhe të pyesni veten çfarë duhet të ndryshoj apo çfarë duhet të ndryshoj unë që të kapërcej energjetikisht tek jeta ime më e mirë, apo tek ai versioni im ku unë të ndihem në paqe dhe në rehatim me veten time. Duhet të punoni shumë me limitet e juaja, të filloni të praktikoni limite të shëndetshme si për veten tuaj, por në lidhje edhe me njerëzit e tjerë. Ti thoni jo çdo energjie që ju vjedh energjinë tuaj vitale, dhe ti thoni po vetes tuaj, ti thoni po fuqisë tuaj personale, dhe jo çdo gjëje që nuk ju shërben më. Ka ardhur momenti që gjatë kësaj vere ju thjesht të reflektoni thellë, por edhe të lëshoni të gjitha paternat e pashëndetshme dhe apo të gjitha ato kontrata shpirtërore që juve ju mbajnë të ngarkuar dhe ju bëjnë të ndiheni të shkëputur nga versioni juaj më i mirë. Keni shumë punë për të bërë këtë verë, por unë kam besim që ju ja dilni mban dhe pas kësaj vere do jeni totalisht një person i ri. Pacim!